Tashmë është momenti që këtu në podium mund të ftoj presidentin e shoqatës Nexhat Elbenja, zotin Aldo Sullomaru. E përgjithësi të Ju falenderoj shumë që keni ardhur. Do kisha dëshirë të them dy parabrake në lidhje me këtë konferencë, duke qenë se është më shumë si një akt organizativ, kryesisht një sallë të vogël dhe pjesëmarrësit janë relativisht, domethënë, një pjesëmarrje më e kufizuar nga ç'kemi zhvilluar në aktivitetet të tjera. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që arsyeja për të cilën ne mblidhemi është më e rëndësishme se numri i kufizuar që mund të jeni pjesëmarrësi që vinë aktivitete apo edhe lokacioni ku drejtohet. Konferenca i qoftë e zhvilluar në një ambient luksoz shumë të madh siç ne kemi bërë gjithmonë, apo edhe në një ambient më të vogël dhe modest, si ka mesazhe dhe interesat për cilat drejtohen dhe mesazhet që duam të drejtojmë për njerëzit, sepse mbi të gjitha një organizatë humanitare ose një shoqatë humanitare funksionon për njeriu dhe të drejtat e njeriut. Ka marrë shumë mesazhe në rrjetet sociale dhe shumë reagime në lidhje me situatën që është krijuar, sepse një shoqatë që është për të drejtat e refugjatëve në Shqipëri, kryesisht të cilët janë iranianë, lidhet aktualisht në mënyrë të drejtë për drejtë me situatën politike, por një shoqatë nuk funksionon ose operon për qëllime politike. Shoqata Nexhat është krijuar në një standard shtetëror brenda kuadrit të dispozitave normative ligjore për të funksionuar në statusin humanitar të këtyre refugjatëve të cilët kanë ardhur në Shqipëri dhe dërgojnë sot të lirë dhe më të kënaqur dhe produktive në jetën e tyre se kur më parë, për ata të cilët erdhën për një arsye të cilën e kanë patur një jetë të kufizuar. Dua të them së pari që situata e politike e Iranit aktualisht nuk ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë me shoqatën tonë. Sigurisht që ne ndjejmë shumë keqardhje për të gjithë ata të cilët janë përfshirë brenda një lufte për të dyja shtetet, për eksponentë të jashtëm, për shtetet të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën për arsye të ndryshme që krijojnë konflikte. Konflikti nuk është zgjidhje për asgjë. Çdo jetë e humbur i përket një humbje njerëzore shumë të madhe për gjithë popullatën. Nuk jemi të lumtur që askush të ndrojë jetën, nuk jemi të lumtur që askush të ketë probleme në familjet e tyre, në jetën e tyre, në përditshmëri dhe të zgjohen me idenë se të nesërme do të kenë mundësinë për të hapur syt apo jo. Kështu që unë dua në radhë të parë për çdo jetë njerëzore që ka humbur për arsye të tmerrshme politike, të ngrihemi në këmbë dhe të bëjmë një solidarizim për çdo jetë njerëzore që ka humbur padrejtisht për ndikime të tmerrshme politike. Dhe mendoj që politika duhet të ndikojë sepse është krijuar për të përmirësuar jetën tona dhe jo për të humbur jetën tona. Faleminderit. Kështu të paktën nuk kemi se çfarë të bëjmë për të ndryshuar rrjetën e situatave, por të paktën mundohemi të marrim mësime nga çdo gjë që ndodh dhe të kuptojmë që duhet çdo situatë që përkon në të tashme të marrim mësim për të reflektuar se e ardhmja duhet i përkasë njeriut, të drejtave të njeriut, dhe të kuptojmë që çdo nevojë njerëzore është më e rëndësishme se çdo politikë tjetër botërore. Sa i takon aktivitetit të sotëm, unë munduam të bëjmë një dalje më shumë mediatike me të gjithë media partnerët të cilët mundsojnë transmitimet tona televizive, një zë për të treguar se çdo kauzë është e rëndësishme dhe ne duhet të bëhemi gjithmonë bashkë për të tilla kauza. Për mua është një privilegj i veçantë dhe përgjegjësi e madhe që të jem sot përpara jush në këtë konferencë të rëndësishme ku bashkohemi për të diskutuar një ndër temat më të ndjeshme dhe themelore të shoqërisë tonë, që bëhet fjalë për dinjitetin njerëzor, të drejtat e njeriut, rolin themelor të ligjit dhe përgjegjësinë tonë përbashkët për mos lënë askënd bashkë. Sot nuk jemi mbledhur thjesht për të diskutuar, për të folur, por jemi për të reflektuar dhe për të kuptuar mbi të gjitha sado pak kundrejt veprimeve të ndryshme për të cilat na lim pas në një botë të harruar.
Në një botë që zhvillohet me ritme të shpejta, shpesh harojmë se progresi vërtet nuk matet vetëm me zhvillim ekonomik apo teknologjik, por dhe me mënyrën se si trajtojmë njerëzit më të pambrojtur. Një shoqëri e drejtë nuk është ajo që jep më shumë atyre që kanë, por që nuk haron ata të cilët kanë më pak. Dua të flas duke qenë se kam kënaqësinë të kem sot dy avokatët të cilët kanë bërë një kontribut të jashtëzakonshëm për refugjatët shqiptarë të shoqatës Nexhat, zotin Pollum Zallumi, dhe zotin Ilir Murra, të cilët të gjithë të bashkë na kanë suportuar në protokollin ligjor të hapave procedurale për cilat ne duhet të ndjekim për të zbatuar ligjin, për të qenë një me ligjet, palë me ligjet dhe për të ofruar një qendres të sigurt këtyre refugjatëve në Shqipëri, sepse ligji është shtylla mbi të cilën qëndron çdo shtet demokratik. Ai është garancia që drejtësia nuk është vetëm një koncept abstrakt, por një realitet i prekshëm për çdo individ qytetar. Ligji në vetvete nuk mjafton, sepse ajo që ka rëndësi është mënyra se si ai zbatohet. Një ligj që nuk zbatohet në mënyrë barabartë, detyrimisht krijon pabarazi. Një ligj që nuk mbron më të dobtit, humbet dhe kuptimin e tij. Dhe një ligj që nuk respekton dinjitetin njerëzor, nuk funksionon më në drejtësi. Prandaj është detyrë e institucioneve, por dhe shoqërisë civile dhe jona si qytetar, që të sigurojmë që ligji të jetë në shërbimin tonë. Sa i takon të drejtave të njeriut janë universale, të pandalshme dhe të patjetërsueshme. Ato nuk jepen nga një sistem apo një organizat, por ato lindin me vetë njeriu. Sepse çdo individ, ashtu si shtat dhe mami, që i kemi mësuar që të vegjël, ka të drejtën të jetojë i lirë, me dinjitet, të shprehë mendimin e tij, të zgjedhë rrugën e jetës së tij, të mos jetojë me frikë apo izolim dhe të jetë pjesë aktive e shoqërisë. Këto të drejta nuk mohohen dhe në këtë mënyrë nuk krijohet boshllliku i thellët social dhe psikologjik. Ky boshllik është pikërisht ajo që shumë individ përjetojnë si braktisja. Po çfarë është braktisja? Braktisja nuk është vetëm fizike. Është ajo dhe emocionale, sociale, psikologjike dhe shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në të qenurit i braktisur apo i vetmuar. Një njeri mund të jetojë mes njerëzve dhe sërish të ndihet vetëm. Mund të jetë pjesë e një strukture dhe të ndihet përsëri përjashtuar. Kjo ndjenjë është një ndër sfidat më të mëdha të kohës tonë. Dhe këtu vjen përgjegjësia jonë. Sot tema është për fëmijët e braktisur, po sigurisht unë do doja ta lidhem dhe me situatën kryesore dhe klauzulën ku ne përshtatemi për ndihmën dhe suportin që ofrojmë për këtë komunitet që përfaqësojmë në këtë shoqat. Refugjatët në Shqipëri, që e kanë lënë atëun e tyre në moshë shumë të vogël, minoret dhe janë bashkuar një strukture që u preftoi një të ardhmë më të mirë për të larguar nga dheu i tyre. Dhe aty kuptuan çfarë është urrëtia, indiferentizmi, përçarja dhe në fund braktisja. Sot janë ata të cilët janë rritur, kanë gjetur partnerë të jetës tyre, janë zhvilluar në Shqipëri, kanë krijuar platforma dhe struktura për të mbështetur njerëz të tjerë që mos të ndihen të braktisur. Dhe kjo është gjëja më e madhe kur njeriu dhe individi gjen forcë nga një plagë e vetja, për shkuara e vet, të krijojë një infrastrukturë që atë që ka kaluar vet mos ta kalojë dikush tjetër. Dhe unë dua një duartëkitje shumë të madhe për gjithë refugjatët e Irlanit. Dhe e them me zë të plot që jam shumë krenar që punoj me iranianët në Shqipëri. Dua të ndaj sepse ata nuk ndiheshin të dëgjuar dhe ky ishte problemi më i madh. Nuk ndiheshin të lirë, nuk ndiheshin pjesë e një komuniteti të vërtetë. Ky është vetëm një kontrast i fortë për atë që ne po përpiqemi të ndërtojmë sot. Sepse një komunitet i vërtetë nuk ndërtohet mbi kontrollin, por mbi besimin. Jo mbi izolimin, por mbi të gjitha duhet të ketë faktorin e komunikimit. Dhe jo mbi frikën, por mbi respektin. Sa i takon fazës së transformimit. Ndonjëherë përjashtimet lindin për mirë. Në momentin kur njeriu merr një hap për të qenë i përjashtuar, për të lënë diçka, Zoti hap dyert të reja, universi hap dyert të reja dhe mundohemi që të gjejmë trajektore të reja për jetën tonë, drejtime të reja
të frymëzuara nga vetën e, për veten tonë, sepse ne jemi doktori dhe ilaçi më i mirë i vetes. Nëse ne kërkojmë diçka për mirë, energjia, subkonscienca do punojë që ne të luftojmë për veten tonë. Ajo që është më e rëndësishme sot është transformimi që këta individ ja dolën të bëjnë me veten e tyre, metamorfozën që ata kaluan. Ata nuk janë më në një realitet të dhimbshëm, sepse kanë zgjedhur të ndërtojnë një jetë të re, të ndihmojnë individët e tjerë në çështje integrimi, të kontribuojnë në komunitet, të mbështesin njerëz në nevojë dhe të japin shembull pozitiv për shoqërinë. Ata janë prova që njeriu mund të ringrihet, mund të ringjallet, mund të ketë energjinë për të riçuar nga çdo element negativ që ka ndikuar në jetën e tij. Por në fakt, çështja e integrimit është një progres i vështirë dhe më shumë kompleksa. Nuk është një çështje formale që mund të pësohet në individ të ndryshëm në formë të njëjtë. Është komplet njerëzor. Ashtu siç jemi ne të ndryshëm dhe sistemi progresiv individual funksionon në mënyrë të ndryshme. Por kërkon disa elemente të përbashkëta. Çdo individ kërkon mbështetje institucionale, mirëkuptimin shoqëror, mundësi reale për zhvillim, jo vetëm idealizëm, dhe respekt për individin. Shoqëria shqiptare ka treguar se fatmirësisht e ka potenciale për të qenë gjithëpërfshirëse, por shoqëritë civile gjithmonë duhet kërkojnë më shumë në mënyrë që të ketë një progres real. Dhe ky proces duhet të vazhdojë dhe të forcohet. Sa i takon rolit të misionit të shoqatës Nexhat, Nexhat Albania është e përkushtuar për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, mbështetjen e individëve të cilët janë në situatë të marginalizuar, ndihmën për integrimin social dhe profesional dhe ndërtimin e një komuniteti të bazuar për solidaritet. Unë besoj shumë se çdo individ meriton një mundësi të dytë dhe gjithashtu kam mësuar që të besoj tek fuqia e ndryshimit. Gjithashtu besoj shumë dhe në vlerën njerëzore. Sa i takon një apeli të mundshëm, shpresoj që mos jetë i mërzitshëm, po të jetë reflektues. Do doja shumë që në këtë botë që po jetojmë, nuk mjafton të jemi thjesht të ndërgjegjshëm, se duhet të jemi të ndërgjegjshëm, po duam të jemi të ndërgjegjshëm, të bëhemi aktiv. Secili prej nesh duhet bëjë diçka, duhet mbështetur një individ, duhet mbështetur një person që ne mendojmë se ka nevojë për ne, dhe ne kemi mundësi ta bëjmë këtë gjë. Së paku duke promovuar drejtësi, duke folur kundër padrejtësive dhe duke kontribuar në komunitet më aq mundësi sa kemi. Mund të them që ndryshimi fillon me ne dhe nga ne. Dhe le të ndërtojmë së bashku një shoqëri ku askush nuk ndihet i braktisur. Një shoqëri ku çdo individ ka vendin e tij dhe një shoqëri ku digniteti njerëzor është i paprekshëm. Sepse në fund të fundit, vlera e një shoqërie matet me mënyrën se si ai trajton njerëzit e saj më të dobët. Faleminderit shumë.